sepse kur nuk kemi hyrë, nuk hym dhe nuk do të hym në merita çështjesh të veçanta. Kjo anë këtej, pavarësisht dhimbjes, që mundet jetë shkaktuar, që është shkaktuar nga reforma në drejtësi, do të karakterizohet deri në fund nga një durim shtetbërës. Dhe jo nga padurimi partjak që kur disi të madhe të vogël të bënte pyetje prokurorit ose për shefin e tyre, si guxon ti të na marrësh ne udhëheqësin të pandehur, ose për kundërshtarët politik. Qa po bëni për këtë? Dhe e di pse? Se janë zakone 30 vjeçare të ngulitura në atë bajamen këtu brenda trurit institucional tuaj, që t'ju çojnë te telefoni që merrte prokurorin e përgjithshëm Haxhiaj, dhe kur i thoshte jo se nuk funksionon kështu shteti ligjor, ju shkarkonit, mblidheshit për të shkarkuar. Telefoni që merrte kryetarin e gjykatës lartë zotin Brozi, që ka 20 e ca vjet që rrëfen për shantazhet me telefon. Pra, juve evokoni qani për drejtësinë e telefonit që bëhej brenda zyrave të partisë. Kur nuk ka për të ndodhur nga kjo anë, pavarësisht lirisë së tepruar që mundet të ketë dhënë reforma në drejtësi, sepse ne institucionet nuk i bëjmë për persona të veçantë, i bëjmë për qytetarin, të nderuar qytetar. Dëgjuat ndonjë pyetje juve për ju? Dëgjuat ndonjë pyetje për sa i përket luftës me krimin e organizuar dhe se si u nevojitet strukturave të posaçme, analizë thelluar, analizë e detajuar, bashkëpunim ndërkombëtar? Isha aty ku dëgjoja pyetje po për babajin tim shpirtëror, si guxon ti ta marrësh të pandehur, aty lart isha dhe e dëgjoja. Dhe është shumë trishtuese kur shikon një opozit të tërë e cila nuk po bën asgjë tjetër, vetëm do që ta kthej timonin pas. Po nuk ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur. Ishte i qartë fare, Spaku ja u shfryu gjithë të llombacjen e kapjes me shifra. Pse? Se shteti ligjor nuk mbarset me thashe themet e qytetarëve digjital. Më tha njëri mua që ka ndodhur kjo gjëja atje dhe si guxon ti që se bën këtë punë. Jo, shteti ligjor ndërtohet mbi prova. Nëse ke provën, çoje në prokurori. Dhe pasi e ke çuar në prokurori, prit që prokuroria dhe gjykata të vendosin për atë çështje. Nuk